është vapë e madhe duke ujit. Në mëngjes, ka e kemë si? Të kushtoj mi lop mi vizitua? Prit vinja dhe une. Se e kryta gati. Pasi erdhen punimet e rrugës mi vizitu, rasta tash po him të kushtrimin ferm të lopëve. Ministria e Bujqësisë, Filltarisë dhe Zhvillimit Rural. Rikthehemi në shtallën e kushtrimit Sadikut pas një kohë, domethënë tu kemi incizu vite më parë dimrit, tash jemi rikthy në verë. Djemtë e Sadikit, njëri ka pas me dalë në mërgjim edhe ai, mirë po nuk ka dalë, sepse tash edhe me blegtëri u kala vërdi, qumshti po shitet, nuk po vuaj më për pagesa me çmime të lira, si që ka qene. Formimi i shtetit Kosovës, rimëkëmbja e Kosovës ka pas vështirësi e sfidat mëdha. Me 10 herë janë pagu punëtorët, ndërtimtari për shembull kanë punu me ka 10-12 Shumë blegtorë fermerë i kanë mbyll shtallat shkaku i çmimit të lirë të qumshtit, nuk i jepnin me kohë. Mirë po, pas 25 vite, 26 liri sa jemi, këto gjëra falë Zotit ka ndryshu. Ka qenë daja profesor Shaban Dana, sot i ndjeri, thëjke në Kosovë, kemi me mbet 800.000, sepse jem shteti vogël, nuk mundem i bo konkurenca dhe Maqedonisë. Ma shumë thëjke ky vend nuk në zanë. Ai që kam jetu këtu kam jetu mirë, mirë po ai që emigron me një shtet zhvillun kam jetu mirë. Dhe fakt që ashtu veç në ardhë koha pas sa vite këto e ka thonë ai në 2001-ën.